Unë mendoj që edhe një ndihmes pasi u rikthye edhe prej lëndimit themi në atë formë Bunjamin Shabani, shohim që është themi aktivizuar më shumë lidhje mes fushës me pjesën e sulmit, shohim disa herë për shembull se si bëhet ai qarkullim themi i topit në repartin sulmues. Për Strugën vetëm se mendoj që do të luftojnë edhe këta për të arritur deri tek një vend në Europë. Një vend në Europë, edhe pse ta kenë edhe nëse shohim edhe nga ana tjetër në Kupën e Maqedonisë, edhe aty do të jetë themi një në gjysmëfinale. Gjysmëfinale me Shkëndijën, shohim të dyja anët i ka themi të hapura, po edhe duhet të jenë më serios nëse duan që të garojnë në ndonjë themi vendit për Europë. Bunjamin Shabani rikthehet në formën e tij pak pas lëndimit një bashkëqytetar i juaj, njëri nga futbollistët ndoshta më të dalluar të kampionatit. Po Bunja sidomos 2-3 vitet e fundit ka dëshmuar se është ndoshta me kualitet individual ndër lojtarët më të mirë të ligës tonë. Bashkë me Besartin edhe Bojkun e disa lojtarë tjerë arritën që 2 vjet tash vallen kampion të Maqedonisë. Struga nëse folim për kualitet individual, ndoshta është ekipi me kualitetin më të madh në ligën tonë. Nuk e di pse nuk kanë ecë punët ashtu siç duhet. Ndoshta ndryrimi i trajnerëve, ndoshta edhe ato patën shumë largime dhe afrime gjatë merkatos së verës. Edhe ndoshta ajo nuk ishte, si themi... Nuk e lejoj që ti përmbush të gjitha... Nuk ishte lëvizje mirë për klubin edhe atmosferën brenda, ndoshta në ekip. Ndikoi negativisht, thash mendoj se nuk është Struga kjo për vendin e 5, sidomos nga lojtarët që ka, unë kam shpresuar se Struga do të jetë për vendin e parë, do të jetë deri në fund të luftoj për titull, sidomos kur u kthye edhe Bunjamin Shabani edhe Besmir Bojku këtë dimër. Nuk shuan ashtu punë si duhet, ata e dinë më mirë, kanë edhe një shans përmes kupës, nëse nuk e marrin këtë kupë, besoj se do të jetë dështim për ata. Dështim për ata. Nga kualiteti që ka.